më thënë kështu, ligji për provimin e jurisprudencës është miratuar në vitin 2019 dhe ka efikasitetin, apo është aktiv prej 1 janari 2020. Që nga ajo kohë deri më tani provimi është dhënë në mënyrën si ka rrjedhë, ashtu siç ka vlerësuar vetë Ministria e Drejtësisë. Ka një defekt në ligjin, i cili nuk ka precizuar gjuhën në të cilën duhet të jepet provimi i jurisprudencës, dhe këtë defekt do të mundohemi ne tash ta përmirësojmë apo ta precizojmë, për arsye se siç duket Ministria e Drejtësisë nuk është e gatshme të respekton kushtetutën e vendit, e cila nënkupton gjithçka që është mbi 20% e popullsisë në vendin tonë, duhet të respektohet gjuha anëtare, që nënkupton gjuha shqipe duhet të jetë zyrtare dhe është e drejtë çdo juristi apo të diplomuarit të provimin e jurisprudencës të jepë në gjuhën anëtare të tij, në gjuhën shqipe. Këtu do ta përsërisë edhe një herë qëndrimin e Vlenit se jemi pro kësaj kërkese dhe përkraja jonë do të jetë maksimale ndaj studentëve që ata të fillojnë të japin provimin në gjuhën shqipe.